Mbrëmjen e së dielës, Elbasani u trondit nga ekzekutimi i biznesmenit 43 vjeçar Edmond Hyka, i njohur si Mondi Mhalla. Ngjarja ndodhi pranë pikës së karburantit Xhaxhi Oil, në pronësi të tij. Sapo Hyka hipi në automjetin Range Rover, dy persona të armatosur ju afruan dhe e qelluan me breshëri, duke e lënë të vdekur në vend. Autorët u larguan me një Audi, i cili pak minuta më vonë u gjeti djegur në fshatin Mirakë. Brenda makinës që dyshohet se ka qenë në pronësi të kompanisë së biznesmenit, u sekuestrua edhe një pistolet tip Beretta. Pamjet e kamerave të sigurisë tregojnë se autorët kishin lëvizur disa herë rreth biznesit, duke ndjekur në detaje lëvizjet e 43 vjeçarit. Hetuesit dyshojnë se atentati ka qenë i planifikuar dhe autorët kishin informacion të saktë për momentin kur Hyka do dilte nga zyra. Viktima, banues në zonën e komunës së Parisit, ishte me precedent penal dhe përfshirë në disa çështje gjyqësore. Ai zotronte një karburant, një shërbim taksie dhe një lounge bar në Elbasan. Hetimet janë përqendruar në konfliktet e mundshme që Mhalla ka pasur kohët e fundit, pasi disa prej të shoqëruarve dhe të afërm të viktimës kanë dhënë deklarimet e tyre para grupit hetimor.